Ka dështuar për herë të 11 seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës, ku edhe këtë herë është propozuar Albulena Haxhiu për kandidate për krye parlamentare. E për të folur për më shumë për këtë çështje me mua në lidhje direkte, është profesori, analisti Donat Sylla, i cili do të na njoftoj më shumë rreth pikpamjeve politike se si e ka parë edhe ai sot seancën konstitutive. Donat, faleminderit shumë që je pjesë e Infodes. Grazie, gjithmonë. Si keni pa ju të gjitha këto zhvillimet që ndodhen sot në Kuvendin e Kosovës? Po, tashmë kemi thënë disa herë që Kosova ka hyrë në një krizë politike, në një rrëf vicioz, ju e përmendët domethënë është e sot herë që vazhdimisht po riciklohet figura e njëjtë nga partia në pushtet për ta votuar dhe tashmë dihet qartë se dy palët, dy taborët tim kushtimisht kështu janë të ndara, megjithatë kemi një zhvillim në këtë drejtim për shkak të ftesës që së fundi kryetari i vendosjes zoti Kurti ka dërguar zoti Tavlixhiku dhe kjo në një farë forme mbase mund të prodhojë situata të reja në zhvillimet politike. Megjithatë konsideroj që është fatkeqësi për vendin dhe kjo papjekuri dhe kjo pamaturia e subjekteve politike, kryesisht partisë në pushtet, që për kryenetësi të tyre vazhdojnë të mbajnë teng vendin dhe në një ngësh politik. Mirë, po pse pikërisht zonja Albulena Haxhiu, duke ditur që nuk po i merr votat, pse vazhdimisht po insistohet që të jetë ajo si emër kryesuesi i lëvizjes vetëvendosje? A ka ndonjë prapavi politike një me që donë më na shumë në zgjedhje bashkë me ato lokale, apo si po ju duket juve gjithë kjo? Shiko, situata është më shumë komplekse se sa që duket në shikim të parun edhe në paraqitje të mia të tjera, kam thënë që ne jemi në një situatë shumë delikate politike, jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe me zhvillimet që ndodhin përreth Kosovës nga faktorët e tjerë. Mos harrojmë se në gjykatën speciale në Hagë ne kemi pritet të vendimit gjykatës pasi janë përfunduar të gjitha dëshmitë të dëshmitarëve të prokurorisë dhe të gjithë jemi një zëri dakord, përfshirë dhe ata përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe të gjitha partive tjera që ajo gjykatë është gjykatë politike. Dhe imagjinoni në një gjykatë politike kur i dërgohet një sinjal politik nga këto që në krye të legjislativit, pra organit të më të rëndësishëm politik të vendit, është gjetur një kryetare e cila ka shpërfaqur në vazhdimsi gjuhë toksike, mund të them, kundrejt njerëzve të cilët kanë qenë në krye të institucioneve, kam fjalën konkretisht për zotin Kadri Veseli, i cili ka qenë kryetari i Kuvendit dhe të njëjtin ajo e ka quajtur kriminal. Çfarë mesazhi do i dërgoj atëherë gjykatës speciale nëse e njëjta vendos për një person siç është zonja Haxhiu, e cila domethënë nuk përfaqëson unitetin e deputetëve siç ka përfaqësuar përpara zoti Konjuca. Dhe rrjedhimisht ajo për mua është një kandidate e papërshtatshme në këtë situatë delikate. Arsyet time po. Zotëri Sylla, sot përsëri lëvizja vetëvendosje ka dërguar një letër Lumira Abdigjikut nga LDK që të ulën bashkë dhe të bisedojnë, pasi që herën e kalume ai vetë se refuzoi takimin me ta. Besoni që do të ketë edhe një refuzim nga zotëri Abdigjiku karshi zotëri Kurtit? Unë në vazhdimsi e kam thënë prej përfundimit të zgjedhjeve dhe rezultateve që kanë marrë partitë politike për zotin Abdigjiku, pozicioni më komod do të ishte qëndrimi në opozitë duke mos u bashkuar me asnjërin prej subjekteve politike dhe pikërisht duke gjykuar mbi këto premisa, konsideroj se zoti Abdigjiku është pozicionuar në një pozicion çfarë është tani, sepse çfarë do bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje do ta binte në një pozicion mjaft tragjik, marrë parasysh se edhe elektorati të dyja subjekteve është i përbashkët, ndërkohë që siç e kam thënë edhe më herët në përparaqitjet e mia që është jetike, me që ka marrë këtë rezultat lëvizja vetëvendosje, është jetike që ata të hyjnë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës
për shkak se ju mund t'i këshini situatat, ai zoti Kurti kishte një takim me zotin Krasniqin, por në asnjë moment nuk kishte deklarime për mundësi të koalicionit mes lëvizjes vetëvendose dhe PDK-s, edhe përkundër përkoljeve në media unë konsideroj që për lëvizjen vetëvendose koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës ishte koalicioni që do t'i bënte më së shumti dëm, ndërkaq koalicioni më i pavarshëm ishte ai me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Megjithatë, unë konsideroj se Lidhja Demokratike të Kosovës në rast të hyrjes në koalicion me vetëvendosin, lirësh mund të themi se do të bëjë një lloj shkrirje e Lidhjes Demokratike të Kosovës në lëvizjen vetëvendose, ose do të mbetej një parti minore, parti satelit. Mirë po, Zoti Sylla, jemi duke përballur me kriza jashtëzakonisht të mëdha në vendin tonë. Përmendje e kemi një gjykatë speciale që po i gjykon ish-krerët tanë atje, po përballemi me çmimet e rrymës tashmë që ka filluar zbatimi i saj 16.1%, pa ashtu edhe shumë çështje të tjera mjaft të rëndësishme për vendin, ndërkohë që nuk po e kemi një konstituim të kuvendit. A kemi neve luksin që të vazhdojmë me gjitha këto drama në kuvendin e Kosovës, duke ditur se gjendja sociale dhe ekonomike në vendin tonë nuk është e mirë as pak? Unë konsideroj që kemi hyrë në një rrëth vicioz, siç e thamë më herët, me këtë pamundësinë e zgjedhjes së kryetarës së kuvendit. Unë me thënë drejtën nuk jam duke kuptuar edhe partitë politike opozitare të deri-djeshme, sepse tashmë ende nuk kemi, se nuk dihet kush do ta formojë qeverinë. Megjithatë, unë nuk kuptoj pse nuk ndërmerret një iniciativë nga deputetët e zgjedhur të partive, qofshin LDK, PDK ose bashkarisht, për ta drejtuar në gjykatën përshtatuse një pyetje specifike për të sqaruar këtë situatë në mënyrë që të tejkalohet nga ngërshi. Absolutisht Kosova në këtë situatë nuk e ka ngërshi, nuk e ka komoditetin që përderisa kemi një ofanzivë të jashtëzakonshme diplomatike të Serbisë dhe presidentit Vučić gjithandej globit, përderisa kemi një situatë kur po riformisohet rendi botror, dhe të gjitha vendet janë duke ngarendur që të mirë pozicionohen kashi aktorëve global, ne kemi hyrë në një fazë të një situate që thjesht po mendojmë se asgjë nuk ndodh jashtë Kosovës dhe po vetë mjaftohemi duke e dëmtuar njëri tjetrin, mirë po duke e dëmtuar me këtë frenetësi ne jemi duke rrezikuar themelet e shtetësisë së Kosovës. Nuk është e rastishme se në këtë situatë imagjinoni nuk kemi as edhe interesimin më të vogël nga të gjithë sponsorët e shtetit tonë që të ndërhyjnë për të tejkaluar këtë ngërshje. Fundja, domethënë, nëse ne nuk jemi të gatshëm të kuptojmë, të maturohemi politikisht, atëherë çfarë duhet të presin edhe aleatët tonë nga ne. Andaj thirrjemi me parasysh gjithë këtë destruktivitetin që ka shpërfaqur në vazhdimsi partia në pushtet deri dje, unë konsideroj që është jetike që subjektet tjera të ndërmarrin një hap i cili do të zhbllokon këtë situatë. Mënyra e vetme është që të drejtohen gjykatës kushtetuese për ta tejkaluar këtë situatë. Mirë pa, do të ketë rolin e saj edhe presidentja, me qenë se jemi duke shkuar në një afat të pasaktuar me këto 48 orësh. A mund të ndërhyjë presidentja dhe të jap fjalën e saj të dur sa i përket konstituimit të kuvendit, të jap një drejtim gjithë këtij kaosit politik të cilit jemi futur? Unë nuk mund të flas në cilësi të ekspertit kushtetues për rolin dhe obligimet që mund të mbartë presidentja, mirë po ajo që di është që është tërësisht e lejueshme që deputetët të vetë organizohen dhe të drejtohen gjykatës kushtetuese. Në ka shpar nga prizmi politik, unë konsideroj që edhe presidentja duhet të ishte jashtëzakonisht e angazhuar në këtë proces. Unë jam duke i parë vizitat e saj në vazhdimsi atje në lindjen e largët në disa vende në Brunei dhe gjithandej, me gjithë respektin për vizitat dhe rëndësinë e mbajtjes së raporteve bilaterale me shtete të ndryshme të Kosovës, konsideroj që Kosova ka prioritete shumë të mëdha se sa vizitat e tilla në këtë situatë kur jemi duke u përballur me gjithë këto ngërshe dhe gjithë këto tensione politike në vend. Dhe roli i presidentës duhet të jetë kyç në këtë periudhë. Ne kemi pasur Zoti Sylla se në kampusin universitar është prishur edhe logoja Liria ka emër.
atë shumë kanë ndikim politika që të skaloj edhe çështja e UÇK-s, pra që të mos përkrahet nga populli edhe lufta e UÇK-s dhe të prishën të gjitha ato simbolet që kanë të bëjë me UÇK-n edhe me gjykimin që po ndodh në Hagë. Shikoni, çështjet janë shumë komplekse. Ju duhet ta dini një gjë, domethënë edhe në të kaluarën, kur kemi pasur situata të tensioneve politike, ka shërbime inteligjente të cilat operojnë në Kosovë dhe nuk ja duan të mirën në Kosovë, mos harroni. Dhe ato shfrytëzojnë këto pakënaqësi dhe këto polarizime politike të subjekteve politike shqiptare për të arritur polaritetin ndërmjet shoqërisë tonë në mënyrë që ta dëmtojnë dhe ta rrisin konfliktin brenda shoqërisë tonë. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, mirëpo na ftoj organet e rendit që të bëjnë gjitha hetimet e nevojshme dhe përgjegjësit të vijen para drejtësisë. Andaj nuk do të dëshiroja që ta adresoja këtë sulm vandal mbi ato sloganin që qeni vendosur në kampusin universitar, ta adresoja në drejt një force politike ose drejt një komuniteti të caktuar shoqëror, sistemi brenda shoqërisë. Andaj duhet jemi shumë kujdesshëm në mënyrën se si plasojmë edhe në media këto informacione, sepse kjo paraqet rrezik të polarizim edhe më të skajshëm të shoqërisë, gjë që s'ka qenë më tepër si polarizimi shoqëror. Zoti Sylla, unë falenderoj shumë që gjetje kohë që ti jesh pjesë e Infodesë dhe të ndash me neve të gjitha këto pikpamje e tyja sa përket situatës politike në vend. Gjithmonë kënaqësi djetra. E të nderuar shikues të Infodesë, ne këtu po e mbyllim Infoden për sot. Ju falenderoj shumë për vëmendje. Ne do shihemi nesër me informacione të reja, po ashtu edhe me të ftuar të tjerë, ku do të diskutojmë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën dhe problemet që na preokupojnë çdo ditë.